Bismillahirrahmanirrahim, me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirëplotit. Të nderuar vëllezër dhe motra, një nga obligimet tona në jetën e kësaj bote si musliman është ta duam pejgamberin e Zotit Muhammedin alayhi salatu wassalam, edhe atë më shumë se gjithçka tjetër në jetën tonë, më shumë se sa pasuria, fëmijët, familja dhe veten tonë. Një nga momentet më të rëndësishme që vërteton se ne a e duam dhe sa e duam pejgamberin e tij, pra Muhammedin alayhi salatu wassalam, është momenti kur ne dëshirojmë të bëjmë diçka që e don nefsi jonë dhe në anën tjetër të njëjtën gjë e ndalon pejgamberi alayhi salatu wassalam. Ibn Hajar el Asqalani, një prej dietarëve të mëdhej të fesë tonë, ka thënë: "Ky është momenti ku ti do të vërtetosh a e don pejgamberin e Zotit apo jo." Pra, çfarë do të zgjedhish në këtë moment? Do të zgjedhish apo do t'i japësh përparësi asaj që e kërkon nefsi jot, apo do t'i japësh përparësi fjalës dhe vendimit të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj veprat tona janë ata të cilat dëshmojnë dhe vërtetojnë se në të vërtetë a e duam pejgamberin e Zotit ose edhe vetë Zotin xhalla xhelaluhu apo jo. Pra, jo fjalët tona, me fjalë e tregojmë dashurinë ndaj pejgamberit, ndaj Zotit, por veprat tona janë ata të cilat e vërtetojnë se në të vërtetë çfarë niveli të dashurisë kemi ndaj Zotit dhe ndaj pejgamberit të tij Muhammedit alayhi salatu wassalam.